dalin dhjetra publike. Kur një protestues merret zvarr dhe të riqet zvarr nga persona civil dhe jo nga forcat e shtetit. Dhe gjithë kjo protestë lindi nga ato flamingo, dhe nga policia e shtetit, dhe kur policia e shtetit qëndron dhe bën se hir dhe nuk reagon për të mbrojtur qytetarët e vet, këtu pastaj kemi një ngjarje që nuk mund ta nashkalohet. Ka qenë një denoncim që është bërë live në atë moment nga Partia Demokratike, unë kam qenë ato momente duke folur në kuvend, kam bërë denoncimin live, të nesërmen është bërë protesta e parë para drejtorisë policisë Tiranës në Tiranë, ka patur masivitet dhe Elvi, ajo ka qenë, unë mendoj, pika që derdhi kupën. Nuk është vetëm ajo ngjarje. Bravo, këtu duhet të dalë. Pra nuk mund të na thoni që kjo protestë ka ardhur nga ca flamingo apo nga ca sherrë për pronën. E 13 viteve arrogancë. Kur Durrësi mund të qenë 100 fish më shumë se sa. Dhe i takonte të ishte edhe më shumë sepse u dha truall publik në vlerë mbi 2 miliardë euro. Dhe ju fal, një pronari që sot tot jam nxituar, kam bërë gabim dhe aty trualli ka rrëshqitur 78 centim, jo 18 sa tonta. Por të ngelemi ke thelbi 13 vite arrogancë, vjedhje, shpopullim, keq përdorimi i fondeve publike. Edi Rama solli në atë ngjarje që mjaftoi një tërheqje zvarr dhe u çua një popull i tërë në këmbë.